Çfarë lidhje ka gjaku me fenë o hoxh, se shumë po na flet ti neve për jetën e dikujt me fenë? Çfarë janë këto lidhje edhe këto gjëra që na bën të interpretime? Po pasha Allah unë ka lidhje, vallahi billahi. Profeti alayhi salatu wassalam, pishtari, ndriçues, shembulli i njerëzimit, u ngrit midis shokëve të tij dhe i tha që nga kjo ditë tha, çdo gjakmarrje tha bie në Islam tha. Çdo gjakmarrje bie tha, është e pavlerë në Islam, nuk ka gjakmarrje në Islam. Dhe i pari gjak që falet është gjaku i xhaxhait tim. Ishte një gjak xhaxhai vet. Ja ku jeni të gjitha, unë tha jap shembullin i pari, nuk ka më gjakmarrje në Islam. Pashallah. A ka gjë më madhështore dhe gjë më të bukur? A ka shembull më të madh? Vallahi. Ja ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kaffatan. O ju që keni besuar, futuni tërësisht në Islam. Jo vetëm një pjesë tu, edhe një pjesë pastaj si xahil. Këtu je mashallah, kurse këtu sillesh sikur nuk njeh Allah, sikur nuk njeh fe, pashallah. Wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ai i cili bindet Allahut dhe dërguarit të tij, ai ka fituar fitoren më madhështore, pra rrike shinat e Zotit, se ka për të pa Allahu, ka për të ndërua Allahu xhaleshanuhu. Po për Allahun, po vallahi, kush e ndjek në tërësi Islamin ka fitu fitoren më të madhe, e nuk i heq as i presje fjalës Allahu xhaleshanuhu që e thot në Kur'anin famlar.